Këtë neve na ka dek dikush, sabri është xhenet, rruga për në xhenet. Jo, është një moment shumë i veçantë, ndëgjoni me vëmendje. Kujna i vdes djali. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa hamidallah, dhe ai ban hamd Allahut. Bunja lahu bejten fil janna, Allah ja ndërton një prej pallateve në xhenet. Çfarë? Pse? Ndëgjoni tekstin e hadithit. An ibn Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Transmeton Ebu Musa al-Ash'ariu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: "Idha mata waladul abdi", nëse vdes djali i robit tem. Njeriu ka ne don dynjat më shumë ti. Ne don e vladin. Pse? El mal wal banun zinatul hayatid dunya, dhe është fitnë dhe është zinat e vladi. Qala lil malaika idha mata, kur i vdes djali, i thot melaqeve Allahu: a ja murët shpirtin djalit robit tem? Nuk thot robit tem, djalit robit tem. Thot po ja Rabbel Alamin. Thot a ja murët frytin e zemrës tatina? Thot po ja Rasulullah. Po ja Rabbel Alamin. Melaqet. E i thojnë, e qysh reagoj aj? Thot fa hamid Allah. Thot e falendroj Allahun. Pastaj vëstërgja është ka thonë inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Pi Allahit jemi edhe tek Allahu kthehemi. Allahu azza wa jalla i thot melaqeve, përgatit në një prej shtëpijave në xhennet me një emër të veçantë. Aja e ka emrin dera, cila? Dera ose xhenneti i njerëzve falendërues në këtë sprovë që Allah e ka sprovu. Allah i na furnizoft me sabër dhe me falënderim. Këshira, edhe ky hadith na tregon neve rrugën për në xhennet, se mos u trishto, nesër ka mundësi më të ndodh kjo. Falëndero Allahun, edhe këtë detale ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A duhet më çorrodit na apo me falëndrua Allahun? Duhet me falëndrua Allahun dhe me thon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.